Përshëndetje të dashur miq, ky është horoskopi për muajin qershor 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Le të shohim çfarë parashikojnë yjet për këtë muaj për të gjitha shenjat. Shëndroni deri në fund ku do të flasim për shenjat më me fat të muajit, për rituales dhe numrat me fat për çdo shenjë. Le të fillojmë. Horoskopi i qershorit 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Dashi 21 mars, 19 prill. Energjia, hyrja e Neptunit në dash më 30 mars sjell një periudhë transformimi të thellë në mënyrën se si e sheh vlerën, burimet dhe marrëdhënien me paran. Këshill, përdore këtë periudhë për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe si mund t'i arrish ato në mënyrë më efektive. Demi 20 prill 20 maj. Energjia, Venusi hyn në dem më 6 qershor, duke sjellë energji sensuale dhe të shndrueshme në jetën tënde romantike. Këshill, shijo kënaqësitë shqisore dhe forco lidhjet personale. Binjakët 21 maj 20 qershor. Energjia, Jupiteri hyn në gafore më 9 qershor, duke aktivizuar zonën tënde të dashurisë, krijimtarisë, fëmijëve dhe lumturisë. Këshill, është periudhë ideale për të rizbuluar dashurinë dhe krijimtarinë në jetën tënde. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Energjia, Jupiteri hyn në shenjën tënde më 9 qershor, duke sjell fat të mirë dhe zgjerim në jetën tënde. Këshill, përdore këtë tranzit për të besuar më shumë tek vetja dhe për të jetuar jetën me intensitet. Luani 23 korrik, 22 gusht. Energjia, hyrja e Marsit në Virgjëresh më 17 qershor të shtyn të jesh më i organizuar dhe i kujdesshëm në projektet e tua. Këshill, koha e duhur për të trajtuar detyra praktike dhe për të përmirësuar shëndetin. Virgjëresha 23 gusht, 22 shtator. Energjia, Marsi hyn në shenjën tënde më 17 qershor, duke rritur energjinë dhe motivimin tënd. Këshill, përdore këtë shtytje për të nisur projekte të reja dhe për të përmirësuar mirëqenien. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Energjia, hëna e plot në shigjetar më 11 qershor të frymëzon të kërkosh të vërtetën dhe të zgjerosh horizontet. Këshill, koha e duhur për të marrë vendime për të ardhmen dhe për të planifikuar udhëtime ose mësime të reja. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Energjia, që nga 6 qershori, Venusi vendoset përballë teje, duke sjellë momente shërimi emocional në marrëdhënie. Këshill, koha e duhur për të përballuar dhe shëruar plagë të vjetra emocionale. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Energjia, hëna e plot në shenjën tënde më 11 qershor të nxit të kërkosh të vërtetën dhe të zgjerojsh horizontet. Këshill, shfrytëzoje këtë periudhë për të marrë vendime për të ardhmen dhe për të eksploruar botën. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Energjia, hyrja e Saturnit në dash më 25 maj shënon një periudhë transformimi në jetën tënde profesionale. Këshill, koha ideale për të vendosur objektiva të rinj dhe për t'i ndjekur me vendosmëri. Ujori 20 janar 18 shkurt. Energjia, edhe për ujorin, hyrja e Saturnit në dash më 25 maj do të sjellë ndryshime në sferën profesionale. Këshill, vendos objektiva të qarta dhe ndërto me qëndrueshmëri të ardhmen tënde. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Energjia, hyrja e Jupiterit në gafore më 9 qershor aktivizon zonën tënde të dashurisë, krijimtarisë dhe lumturisë. Këshill, është koha e përkryer për të rizbuluar dashurinë, për të krijuar dhe për të ndjekur gëzimet e jetës. Shenjat me më shumë fat në qershor 2025. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Fajti, hyrja e Jupiterit në gafore nga fillimi i qershorit shënon një fazë të re arritjesh të mëdha. Ky tranzit do të favorizojë si aspektin personal ashtu edhe atë profesional, duke hapur rrugën për të realizuar ëndra që dikur dukeshin të paarritshme. Energjitë astrologjike gjithashtu nxisin dashurinë dhe përforcojnë lidhjet familjare. Periudhë ideale për projekte të reja. Ditët me fat për gaforen në qershor 2025. 11, 13, 21, 22, 24 dhe 26 qershor. Binjakët 21 maj 20 qershor. Fati, parashikohet të jetë shkëlqyeshëm për binjakët. Jupiteri vazhdon tranzitin në këtë shenjë, duke hapur mundësi në udhëtime, projekte të reja dhe marrëdhënie. Ndikimi pozitiv i Saturnit dhe Neptunit sjell stabilitet dhe qartësi për të marrë vendime të rëndësishme. Koha ideale për të marrë rreziqe të llogaritura. Virgjëresha 23 gusht, 22 shtator. Fajti, Virgjëresha do të shohë më në fund frytet e përpjekjeve të saj të përpikta.
Muajt e parë të vitit janë të shkëlqyer për të forcuar pozitën në punë dhe për të arritur objektiva profesionale. Jupiteri do të sjellë begati në karrierë dhe njohje për punën e palodhur. Edhe marrëdhëniet personale do të përjetojnë një valë harmonie dhe mirëkuptimi. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Fati, shigjetari është në prag të një epoke të re me begati financiare në 2025. Me natyrën e tyre bujare do të marrin më shumë duke dhënë. Besoni se është momenti i duhur për të rritur pasurinë dhe për të investuar me mençuri. Për të gjithë, kujtoni, fati është vetëm një pjesë e rrugës. Qëndrimi yt, vendimet që merr dhe veprimet që ndërmerr, janë ato që ndërtojnë realitetin tënd. Udhëto me vjet, por ec me këmbën në tokë. Tani do të flasim për firmatat dhe ritualet me fat për muajin qershor 2025 për secilën nga shenjat me më shumë fat. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Rituali i fatit. Përgatit një banjë me ujë të ngrohtë, krip deti dhe petale trëndafili. Ulu në ujë dhe thuaj me zë: faleminderit për gjithë bollkun që po vjen në jetën time. Ndërkohë vizualizo dëshirat që duan të realizohen. Pas banjes, ndiz një qiri të bardhë për qartësi shpirtërore. Afirmata: jam gati të pranoj dashurinë, bollkun dhe mundësitë që universi ka për mua. Binjakët 21 maj 20 qershor. Rituali i fatit. Merr një letër dhe shkruaj 3 dëshira të mëdha që ke për këtë muaj. Palose letrën dhe vendose poshtë jastëkut për shtatën e tresht. Para gjumit, lexo në heshtje afirmatën: fjalët e mia krijojnë realitetin tim. Afirmata: çdo ditë më sjell mundësi të reja. Unë zgjedh me zgjuarsi dhe gëzim. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Rituali i fatit. Krijo një altar të vogël në një vend të qetë me një qiri jeshil, një gur të vogël si jaspis ose aventurin, dhe një listë të qëllimeve të tua. Çdo mëngjes ndiz qiriun për 5 minuta dhe lexo afirmatën. Afirmata: unë kam forcën dhe qartësinë për të ndërtuar jetën që dua. Çdo hap më çon më afër qëllimeve të mia. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Rituali i fatit. Dil jashtë në një vend natyror ose pranë dritares nëse nuk mundesh. Merr një letër dhe shkruaj atë që do të lëshosh, frikëra, dyshime, pengesa. Djeg letrën në mënyrë të sigurt ndërsa thuaj: unë liroj gjithçka që më pengon të shkëlqej. Afirmata: jam gati për aventura të reja dhe besoj se fati është në anën time. Dashi 21 mars 19 prill. Numrat me fat 3, 7, 11, 18, 23. Këshill, këta numra do të shoqërojnë gjatë gjithë muajit, veçanërisht në vendimet e rëndësishme ose në momentet e pasigurisë. Demi 20 prill 20 maj. Numrat me fat 4, 9, 12, 21, 29. Këshill, numrat 4 dhe 9 mund të jenë kyç për projektet e tua, duke të udhëhequr drejt rezultateve të suksesshme në përpjekjet e tua profesionale. Binjaket 21 maj 20 qershor. Numrat me fat 5, 8, 15, 20, 27. Këshill, numrat 5 dhe 8 do të nxisin të eksplorosh mundësi të reja, veçanërisht në jetën tënde profesionale dhe personale. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Numrat me fat 2, 6, 13, 17, 24. Këshill, numri 6 do të jetë numri yt kyç këtë muaj, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet personale. Përdor këtë numër si udhëzues për të zgjidhur konfliktet. Uroj që fat dhe energji pozitive për këtë qershor 2025. Faleminderit.